Reali me kënd të qëlluar është favorit gjithmonë, edhe pse unë se du Realin, këtë e kanë marrë vesh. Përshëndetje, po shikues të transferimet. Sot afër me është Blacki. Unë e vëm që ta. Sot kena me diskutu për finalen e Copa del Rey mes Barcelonës edhe Realit. Black, si pas teje, kush është favorit në këtë takim? Qëre, favorit, Reali me kënd të qëlluar është favorit gjithmonë, edhe pse unë se du Realin, këtë e kanë marrë vesh. Po Barcelona, dy ndeshjet e fundit e kanë poshtë, më thonë e ka deklasu 0-4, 2-5, është goxha shumë. Po prap, kjo është finale, domethënë, ose finale ku na ja, po kjo është finale e kupës pak më e madhe, kështu që i dashur me kon lojë pak më e ngushtë, sidomos tash Reali është stabilizuar, po ne pa golla shumë, 4 golla e Sociedadi. Kështu që unë besoj që Reali në këtë rast nuk e lejon me shku 3 klasiko me humbje. Shtoj asaj faktin që mas ne kanë hyrë në ligë prap për titull e la, plus potencialisht për Ligë Kampionëve. Kështu që Reali është dashur edhe gjithmonë kfjellet në mars, prill edhe në maj. Unë mendoj që Reali Ti mendon që Reali me Barcelona këtë edicion fantastik? Pa di ç'është puna, fantastik është, po për shembull, ke pa Liverpooli gjysmën e parë të sezonit, ke ekip më i mirë në botë. Po. Tash Barcelona mund të thonë që gjysmën e dytë, as i humbi se kanë 2025. Po ke pa kur do të qelun mirë, çka do të bën. Bile Liverpooli do kon favorit çfarë? Në fund Reali për më. Nëse ligën s'po di, ligën fenomena që çon Barça, sidomos nëse janë poshtë vendas Realin, edhe ik 6 pikë, i shkon probleme në zonë. Po për Copa del Rey konkretisht po flasim, Kupa e mbretërit, dëshira për hakmarrje për 2 ndeshje që kanë trupnu. Është Barcelona me thonë ja kanë mësu pak pikën e dopt Realit. Pas këto s'kan çfarë mësu shumë, se këto janë non-stop dy bashkë, apo non-stop janë 2 ekipa më janë botë. Po kundër Real Sociedadit, Reali pranoi 4 golla, diçka mbrojtja Realit nuk është. Ti pranë po tani i boni 3, i boni 4. A di çështu ta që kam kjo lojë? Kam qenë sikur kur e pa në poshtë City Realin 4-0 në 2023-ën. Atëherë viti tjetër, edhe me poshtë Reali 2 sezone rresh, kështu që tash mendoj që ka mundësi të ndaja që Reali me vazhdu. Qa mendoni ju, shikues?